Nëse prokuroria këtij veni ka kryer ndonjë punë që duhet e ka kryer gjatë proceseve zgjedhore. Absolutisht. Ka kryer ti dërgon punë të parit, po në procese zgjedhore për më ka kryer punë. Po du me trajtuar një çështje për lajmin ditës sot përveç Mitrovicës, ka qenë ngritja e akt akuzës ndaj ministrës pra Rozeta Hajdari. Ajo fillimisht e ka bërë publike vetë lajmin që e ka pranuar përmes avokatit pra lëndën, po themi njoftimin e prokurorisë, pastaj edhe prokuroria ka nshu komunikat për media, bëhet fjalë për rastin e rezervave shtetërore. Pra, Rozeta Hajdari fillimisht në reagimin e saj thotë sapo u njoftova nga avokati im për dorëzimin e akt akuzës nga prokuroria speciale në gjykatën themelore në Prishtinë, lidhur me çështjen e kontraktimit të rezervave shtetërore, proces ky tepër i rëndësishëm për të gjithë ne. Sapo ta kem pranuar të plot dokumentin e akt akuzës, do të deklarohem më gjerësisht për media. Unë ndihem krenare për punën që kam bërë si ministre e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë në kohën më të vështirë sigurimin e rezervave shtetërore të mallrave me produkte esenciale për jetesë, në kohën kur ishim të pambrojtur gjatë muajve shkurt dhe mars 2022. Pra për këtë periudhë bëhet fjalë, pastaj edhe ish ministra në fakt tash është nënkryetare e Kuvendit Albolina Haxhiu, pra e quan procesin si politik thotë, ka herë kemi theksuar se hetimet ndaj ministres Hajdari janë të ndikuara dhe ngritja e akt akuzës ndaj saj e vërteton këtë ministri Hajdari as nuk është e korruptuar, as nuk ka keqpërdorur ndonjëherë detyrën e saj zyrtare, fakt akuza është për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Pra, për këtë rast jemi njoftuar në çdo detaj, pasi edhe avokatura shtetërore ka qenë e përfshirë në qëllim të mbrojtjes së interesit publik. Kjo akt akuzë është motivuar politikisht pa asnjë bazë reale dhe dukshëm e qëllimshme. Ministria ka bërë gjithçka që ka qenë në dorën e saj për të mbrojtur interesin e vendit dhe për të siguruar që Kosova të ketë rezerva shtetërore, ndryshe nga qeveritë e kaluara, të cilat kishin lënë vendin pa rezerva. Është e qartë se ekziston një tendencë për ta njollosur figurën e saj, drejtësia duhet të mbështetet në fakte dhe në punën e bërë e jo në ndikime apo qëllime politike, është reagimi i Zonis Haxhiu. Rasti i keqpërdorimit për blerjen e rezerva shtetërore është rasti ma brutal, ma eklatant që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Kosovës. Që ka ligj për blerjen e rezerva shtetërore, i cili në 20 e thot fjalë për fjalë. Çdo aktivitet i prokurimit për blerjen e këtyre artikujve, rezerva shtetërore, duhet të bëhet përmes procedurave të hapura të prokurimit. Dhe procedura u kanë e mbyllur. Pra ku po dënë ma shqip me të thonë që blerja që tyne nuk s'ka në rast specifik ku bie poshtë kjo? Jo, në rastet e jashtëzakonshme ku qeveria e merr ajo këtë situatë tjetër. Kosovë nuk ka pas me qenë e shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Se këtu unë i dëgjoj shpesh thonë jena në gjendje të jashtëzakonshme. Jo, në gjendje të jashtëzakonshme je vetëm momentin kur Kuvendi i Kosovës me 80 vota e shpall gjendjen të jashtëzakonshme. Kur gjë ndryshe nuk trajtohet ligjërisht si gjendje e jashtëzakonshme. Edhe ky është rast tepër i pasur. Madje nuk ka pas njeri Ministri të Industrisë që e ka dëgjuar që po dojnë me bëj çdo, e që nuk i ka thonë kabinetit dhe ministrës Rozeta Hajdari mos e bani se jeni të bëj vepra penale. Ka me 10 njerëz profesionistë aty që i kanë thonë mos e bani. Ka sekretar që është karku që s'ka dash me bo. Pra, ky u konë rast, edhe është rast, tepër eklatant. Mas pari proceduralisht. E dyta, malli nuk ka ardhur. Malli nuk ka ardhur me sasin e blerë. Malli nuk ka ardhur me sasin që janë dhënë parët. Kontinierat jenë qelë. Nuk kanë ardhur në destinim, ose në destinacion me blompat e shtetit. Po jenë qelë. Malli ka ra rrugës ikon, po thamë kushtimisht ka ra, e kanë hangër zësht grunin. Domthon, kjo edhe në çet rast, më deklaru që është politikisht, më deklaru që s'është shkelje e procedurës. Madje e kanë klasifikuar edhe atë një ka probleme kryesor këtu, se klasifikimin e ban kryeministri në këtë rast. Po. Është nënshkrimi e kryeministrit që e merr këtë vendim. Dhe e kanë klasifikuar një proces i cili me ligj duhet të jetë i hapur. E dyta, këtë komunikimi për çat proces klasifikuar dhe me
sekret ka kalu me e-maila, a e ne marrë normal, ku ka marrë e-maila në informacion sekret, ku marrë më nëshme përdorti, jo vetëm me shkryu e me përdor, po nëse kompjuteri një herë jetë ka pas qasje në internet, e s'ka më përthojnë atë që 5 vjetë, që e kompjuter s'gudzon më përdor për informacion klasifikum. Po kjo është jo vetëm amatorizëm, nuk është vetëm shkelje ligjore, po kjo ka vëzën një logjik që shteti jamon, mos vlejnë kërgjo tjetër. Dilke, policia ka normi morë këto, sepse e kanë bërë shkelje sepse nuk kanë leje të sigurisë. Nuk klasifikohet, nuk vendoset vula, sekret, ose tjera, se janë 4 nivele, nëse o shkelje ligjore ose administrative. Ajo vepër penale po ashtu. Pra, unë menaj që hetimi këto, tash nuk e di akt akuzën, po ligjërisht i bjen që përpos procedurës së shkeljeve, edhe fakti që u klasifiku, ju ka qitë vula sekret, vula për thamë kushtimisht, vula sekret, është vepër e shtesë penale. Okej, Vik, a ki nej... Pa Albin Kurti duhet mu përkujdes që kur ti zgjedh ministrat, duhet mi zgjedh do ministra që kanë një farë përvoje menaxheriale ose janë të dëshmuar në kryerjen e proceseve të ndryshme, janë të mësuar ballafaqsuar ku i ka do me dalë. Jo me zgjedh ministra të cilët gjatë jetës vetë s'kanë menaxhuar trafika. Në këtë rast unë mendoj që Rozeta Hajdari nuk e ka ditë asë ka banë. Unë nuk e besoj që Rozeta vjedh, e një periudhë shumë gjatë, e një qysh para luftë Rozetën, edhe nuk e besoj që vjedh. Mirë po, që ka ndodhë, unë besoj që shumë sene ka ndodhë si pasoj e pa djenisë e saj, pa përvojës e saj dhe pa përgatitjes e saj për të ballafaqsuar me proceset e tilla, siç është çështja e rezervave shtetërore në situatat jashtëzakonshme. Do të thonë, të raste, kjo nuk e amniston para ligjit absolut, do të përgjigjet. A më mund të ministri mas me pas përvojt gjatë, pra e është emru... Më mësu. Pra, më mësu, me letëzu, edhe mbi gjitha prokurorë e rizave. Përbes për të thamë me kompetencë, me përgjësit plot. Aktakuza pretendon... Njës më se banë profesionistët, nga më se banë se në shkelje ligjore. Pretendimi i prokurisë që bëhet fjallë për dëmtim shkoj dëmi pra deri në 3 milionë euro. Pra është një raportimi betimi për drejtësi. Rosti është ma kompleks se sa veç Rozeta, pa marrë parasysh profili saj si profesioniste ose jo, si politikone. Në më thonë është dytësore që ka është dashtë me vepru Kurti me ministrat i me emnat përveçëm. Rozeta Hajdari më ne që ka qenë detyrume me shku me procedurë të negociume sepse ka pas një vendim të kryeministit Kurti. Ka qenë e-mail, ka pas edhe e rëndësishme dija edhe përvoja e Rozeta Hajdarit. Ajo ka qenë detyrume. Njeri që llogaritet që ka dije dhe informata për këtë punë është kryeministri. Ai ka detyruar ministrin e tij për me shku me procedurë të negociuar. Edhe problemi kur bëhet më i madh se sa posti i ministrit është cilin njeri e kanë lënë me u kysh të rezervat shtetërore, edhe në kohën, kur këta e klasifikojnë si sekret shtetëror, që zgudzon çdo kush me i shti durt ato, atëherë komunikojnë me Ridvan Muharremin, njeri që llogaritet si kuzhinieri i Albin Kurtit, ato kohan drejt dark, domethënë shoku i ngushtë i Albin Kurtit, qytetar, pa pozicion shtetëror, pa verifikim të AKI-s, futet me negociu në emën qeverisë për një tender të llogaritur sekret. Na kemi pa deklaratën e Rozeta Hajdarit, kur ajo e kritikan policinë e Kosovës, thëtë nuk mundi me hetu këtë rast se është sekret shtetëror. Domethënë e të njëjtën nuk ja ka thonë Ridvan Muharremin, me thonë zotni, nuk mund të me negociu në emën qeverisë të Kosovës se kjo është sekret shtetëror. Ka kush negocion? Janë zyrtarët e shtetit që kanë verifikim për AKI-s. Domethënë njëri pe rrugës, veç pse është shok i Albin Kurtit, ka negociu pa verifikim të AKI-s, ka negociu në emën qeverisë të Kosovës. Kjo është arsyeja pse Albin Kurti ik pe prokurorisë. Në pyetje, për shkak që den që ai ka detyruar Rozeta Hajdarin. Ose nuk pranon më dëshmu. Me një që se si dëshmitar është uftuar atë. Nuk pranon me dëshmu se e ka një tut, e ka një tut madhe. Çfarë tutë ka pas dëshmitari? Tuta madhe është se kanë me pyet
cila është arsyeja që e ke detyruar ministrën tonë? A ka qenë pikërisht për këtë rast? Cila është arsyeja? Pikërisht për këtë rast. Cila është arsyeja që shoku ju? Po dhe po si dëshmitar. Flet në emër të qeverisë të Kosovës, kontrakton firma ndryshme, blen rezerva shtetënore, mille vaj. Më thotë që janë. Por shoqëria e Vojës ka ardhur hiç. Por aty shoqëria e Vojës ka ardhur hiç. Gruni ka ardhur në rrugës e kanë mësuar. Kuçelloj bash shoku ju. Kuçelloj bash shoku kryeministit që kë, që si bjen hiç. Më thotë ku e mor lejen ai. Ti nuk mundesh me kon me u përfshin rezerva shtetënore Viktor, pa e pos verifikimin për API-s. Përsa ta thash që duhet mu zgjedh ministra njerëz që din çfarë ka bojnë. Tash, sipas teje i bjen që Rozeta Hajdari është dashur me thonë, zotni Kurtit, unë po dhon ndërheqje dhe nuk pranoj që të mirë me skemat e tuaja dhe të Ridvan Muharremi. Nëse po e kuptoj unë. Rozeta Hajdari është dashur nëse kishte në dishme. Është dashur mi thonë Ridvan Muharremi të largohu prej dere. Po ndosh mi thonë dhe Albin Kurtit. Ç'ka është problemi? Po akona ai dëshmi që Albin Kurti është përzi këtu. Po e ka shkollë ka marrë vendimin me dëshmia ose çka flet. Çka ka vendimi Albin Kurti? Thelbi këtu. Albin Kurti ka marrë vendimi për klasifikim. Është vendim i kryeministrit. Se ministri nuk ka autoritet me klasifiku sekret. Është çështje ligjore. E çka ka keqe këtu? Po se procesi është i hapur, nuk mundet mu klasifiku kur ka proces të hapur. Jo, s'ka kur gjatë keqe veka. Se me ligj është procesi i hapur. Tenderi i bot i hapur. Për rezervë... Po, e lexova ligjin. E lexova ligjin. Prokurorisë është ky, pra i pari që nuk është konkurrencë hapur, po që është shkelja ligjit. Që kjo është shkelja kryesore. E dyta, që ka më dënë interesant, Viktor, është konkurrencë hapur aty me shti gjysmën e Kosovës në burg. Jo, edhe tek çmimi. Po qyrë kanë herë. Jo që sa qeverisë, po qeveritë kaluar. Edhe çmimin, fal burim. Pra, bëhet fjalë po ashtu edhe për çmimin me këtë operatorin turk, pra përveç që malli nuk ka ardhur, pra bëhet fjalë për një kontratë 4.1 milion euro, pra nuk ka ardhur ajo, edhe dyta çmimi është pothuajse 2 fish më i madh se sa ai tregut, pra janë pretendime të prokurorisë. Çmimi i kontraktuar me kompaninë turke për 1 ton grur sipas aktakuzës kishte qenë 483.48 euro. Do më thonë, ka qenë çmimi i negocium. Duhet me di se janë konë rrethonat jashtëzakonshme. Ndërsa çmimi mesatar i tregut bazuar në të dhënat e doganës së Kosovës në import në muajin e njëjtë, pra mars 2022, ka qenë 290 euro. Ama çse edhe ne po mundona me shpjegu ma shqip. 3 shkelje serioze janë këtu. Një është kur qeveria, kryeministri ka vendosur me klasifiku procesin. Kjo është shkelje vepër penale. Është vepër me kod penal. Prokuroria këshiro është diskrecion ti ajo punë. Dëgjoj, me kod penal. Është vepër penale ta tham me jetë këtë tim. E dy procesa janë diskrecion të kryeministrit ajo. Ç'është në diskrecion? Po dhe? Një proces i një blerje për rezerva shtetërore, ku ta di. Unë mundet më konë diskrecion të kryeministrit. Po, jo, ose unë shpjegoj mirë. Ta tham edhe unë. Po, pe di unë, një proces e sukuruse për e mirë. Ligji thot është i hapën. Momentin kur është i hapën, nuk mundet mu klasifiku formën sekret që shu klasifiku. Apo? A tha, parimi që është në fillim, që cektisit ju ka dhonë një tender një burimor i mbyllë. Po, so konë bre i klasifiku, maj. Pe, di që so konë i klasifiku. Po, je ka folë për... është negocim direkt. Ta shkosane frekuenca tjera janë. Me klasifiku dishka që zgudzëm me klasifikoha vepër penale. Që ajo vepra penale e para. E dyta është negocimi i pa regull. Se edhe aty pasaj ka pas që çmimi e këto. Edhe treta mos ardhe a mallit. Ku po do ma shif. Nuk i drejt me a qit vullën sekret, ja ki qit. është vepër penale. Çmimin e ki po që shki pas qef, mase është vepër tjetër, edhe e treta s'ka orë malli pare t'i ki dhonë. Problematike e shështë shtatë fundit. Jena në situacija zakonshme. Nese, kam dilema. Edhe ti e thaje, mars, jena konë situacija zakonshme. Mars 2022 jena konë situacija zakonshme. Ku shpallë situacija zakonshme? A u shpallë situacija zakonshme? Jo, konë botë situacija zakonshme. A u shpallë situacija zakonshme? Okej, në rregull, do man, ti ligjërisht sot në Ukrainë, për antikorupcioni, generale arreston, apo e janë marshallu, janë lisht marshall, janë luft. Po arreston generala, ministra,
prokurorin e ka hek, ajo kujtohet, ka shku në burg për korrupsion. O, se cili njeri Tash, na ako që ban kësëpërdorime, inshallah shkojnë burg sa ma shpejt. A dhe pse na konë në situatë jashtëzakonshme thojza? Se lufta në Ukrainë. A në Ukrainë ata pi arrestojnë për korrupsion. Që janë luftë vetë. Po mamar se kjo është hajgore, është ti për e posë, eklatonte. Shqyqër Zotit është të morë prokuroria me këtë punë, do ngritë të akuza, ta shuajmë tash. Kjo është rosti vetëm që kryeministri shpoll diçka si sekret shtetëror, e thët e me që të punë ka më marrë shoku jam.